Partia Demokratike nuk mund të thotë gjithkohës që ne kemi bërë gabime. Bëm gabime me mandatet, bëm gabime me reformën territoriale, bëm gabime me reformën drejtësi, bëm gabim me vettingun, bëm gabim me listat, bëm gabim me avokatin e popullit, po mos gabojmë më, pra këtë po themi dhe po përtasim çdo çep. Nga Elbasani ku ndali takimin e radhës me demokratish, deputeti Ervin Saliani pati punjoj të ashpra akuzat ndaj lidershipit demokrat, që sipas tij janë kthyer në humbës serial. Edi Rama nuk mundet as me armiq imagjinar, as me përbetime të stërpërsëritura prej vitesh, nga disa që në politik mund njihen dhe si idiot të dobishëm. Është e pamundur që fitoria të arrihet vetëm duke pasur humbsa serial. Fitoria arrihet me njerëz që përfaqësojnë vlera. Humbësit duhet të bëjnë një pas. Ky është parimi në demokraci. Të njëjtat akuza Saliani ja kishte thënë përballë edhe në mbledhjen e kryesisë të disa ditëve më parë, në cilën tha para demokratëve të Elbasanit se ju bëj gjyq publik atyre që mendojnë ndryshe nga leadershipi. Mbledhja e fundit të kryesisë ishte 4 orë gjyq për mua dhe për ju dhe 15 minuta gjyq për Edi Ramën dhe Belinda Ballukun. Reagimet e sotme, edhe ndaj debatit që po përpiqemi të hapim, janë një debat vetëm në interes të Partisë Demokratike. Dhe pa diskutim që mungesa e burrërisë tek disa nuk duhet të jetë një hall tjetër që duhet i shtohet kryesisë Partisë Demokratike. Për çështjen Balluku, Saliani kërkoi dorëheqjen edhe kryeministrit Edi Rama. Edi Rama në vend ta ndëshkojë korrupsionin, në vend ta shkarkojë të korruptuarin, në vend të jap dorëheqjen për përgjegjësinë morale që ka emëruar njerëz që kanë ngritur në sistem korrupsionin, Edi Rama sot është mburroje e korrupsionit. Pavarësisht kritikave për leadershipin, Saliani përmbylli takimin e tij me një thirrje për t'u bashkuar protestës së datës 22 dhjetor kundër qeverisë. Për këtë çështje po do mbledh të mërkurën edhe Këshillin Kombëtar, ku prezenca e Salianit mund të nxesë sërish gjakrat dhe të shkaktojë debate mbi gjendjen në të cilën ndodhet opozita sot.